Masakra e Reçakut mbetjet një nga krimet më të rënda të kryera ndaj civilëve shqiptar gjatë luftës në Kosovë, në një pikë kthese që tronditi opinionin ndërkombëtar. Me 15 janar 1999 në fshatin Reçak të komunës së Shtimës, rreth 30 kilometra larg Prishtinës, forcat policore ushtarake dhe paramilitare serbe ekzekutuan 45 civil shqiptar. Viktimat u gjetën kryesisht në kodrën e Bebushit, ndërsa trupat e pajet u zbuluan edhe në pjesë të tjera të fshatit. Banorët kishin nisur të braktisnin zonën për shkak të pranisë së forcave serbe në afërsi. Aksioni i forcave serbe zgjati për disa orë dhe përfundoi në një bilanc tragjik ku shumica e të vrarëve ishin burra të paarmatosur. Pas masakrës, policia serbe pengoi varrimin e viktimave, ndërsa në zonën rifilluan përleshjet mes forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Luftime që zgjatën për 2 ditë, trupat e pajet civilëve u varrosën vetëm me 11 shkurt 1999, gati një muaj pas ngjarjes. Shefi atëhershëm i misioneve verifikuese në OSBE në Kosovë, William Walker, e cilësoi ngjarjen publikisht si masakër, duke hedhur poshtë versionin zyrtar të autoriteteve serbe, të cilat pretenduan se viktimat ishin pjesëtar të UÇK-s dhe se ngjarja ishte e inskenuar. Ky qendrim u kundërshtua gjërësisht nga komuniteti ndërkombëtar. Masakra e Reçakut u dënua ashpër dhe nga presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit të Bashkimit Evropian ka tekstuar ndër vite se kjo ngjarje është dokumentuar në mënyrë të plotë. Megjithatë, edhe pas 27 vitesh autorët e këtij krimi nuk janë vënë përpara drejtësisë, ndërsa Serbia vazhdon të mohojë masakrën duke e cilësuar si mashtrim dhe falsifikim.